gjë më e madhe. Unë dhe Kunata, çfarë shkon apo nuk shkon mes nesh? A ka ndodhur t'i keni thënë diçka Kunatës për mirë, por ajo e ka marrë për keq? Ndodh kjo shpesh. Do na tregoni ndonjë situatë? Formimi fjalisë është problem. Po dëgjoja të dyja zonja që po flisnin për traditat dhe më vjen shumë që dëgjoja sepse familja është gjë e rëndësishme dhe sigurisht kur ke një marrëdhënie kaq të shkëlqyer mes kunatave, përçon dhe mesazhe pozitive se ky është qëllimi. Por me thënë drejtën, nga Shqipëria e mesme, ne këtej dhe jugu, ka xhelozira. Mes kunatave ka plot xhelozira. Dhe më vjen një jo xhelozi, po konkurrencë. Këtë mund ta lidhim. Ka konkurrencë, ka xhelozi, aty është xhelozia. Di çfarë mund të them këtu Deta, për shkak neve jena kam familje ushtaraksh, një gjajë në Shkodër, un kam lind Burrell, një është në Korç, një në Elbasan. Dhe këto Elbasanit janë komplet ndryshe me neve që jem lind e rritën në malësie me tradita me gjë. Si janë ato? Kanë konkurrencë, xhelozi? Aty llogoritet pasuria të vllaut, të tokat e budallashe që neve nuk I kena fare në sistem këtë tema. Neve na ka vdik babi, kem lënë tënë me një letër. Për 5 minuta gjithë jem ledh, kem hedh firmat këtë pronë me egzonierta. Pse? A nëna motrave të mia. E qartë. Kështu që neve I kena komplet ndryshe, nuk ka pyll pa dera. Atë po thoshte edhe Odeta, atë po thoshte që Shqipëria e mesme e poshtë sikur ka çik xhelozi. Ka shumë habitore për të treguar. Më thënë ne dëgjojmë shpesh dhe në media, nusja me vjerën ka arritur sa nusja me kunatën tjetër kanë helmuar vjerën, pra ka arritur dhe në ekstrem. Këto janë ngjarje të vërteta dhe reale që ne I kemi dëgjuar. Dhe gjithsesi ka dhe histori që vinë dhe në formë humori, ë. Në ju ka plot histori që janë kthyer dhe batuta mes kunatave, zënkat mes kunatave dhe vjerrave, kështu që si tha, mësillin gotë kosi tha. Ai ishte fiks, marrëdhënia vjerë me nuse. Por që sinqerisht më vjen mirë që dëgjova dy zonja që kanë këtë lloj marrëdhënie. Realisht në familjen time unë gjithnjë duke ditur që bëj edhe një program dhe shikoj marrëdhënie të ndryshme vjerë, nusa, apo mes dy kunatave, padyshim ne të gjithë gabojmë, jemi të gabushëm. Dhe mundohem të ndreq gabimet e mia që unë bëj në marrëdhëniet me njerëzit, sepse edhe unë gaboj. Por nuk besoj që marrëdhëniet nusja e vllajt me kunatën apo nusja e kunatit me kunatën tjetër të jenë marrëdhënie kaq perfekte që dëgjoj. Besoj që ka ndonjë që ti ke thënë diçka. Nëse më shkëput një episod. Unë jam një natyrë dhe që të shkeq interpretuar dhe pastaj e mendon thua po, duhet I them unë apo nuk duhet I them këto gjëra me kunatën. Unë jam natyrë drejt për drejt, ndoshta mënyrën e komunikimit mund ta kem pak të unë nuk jam për ta. Por mendoj që gjërat I them ashtu si unë mendoj. Po duke pas pa I prekur dhe pa I menduar, padyshim. Unë personalisht kam bënë një zgjidhje gjithë jetën. Kam rrit qetësinë dhe kam prit momentin të qetësohet situata, pastaj kam biseduar. Se nëse unë të kthej përgjigjen në moment ose ta them llafin, ta marr kuptim si don, ajo merr një luftë botërore. Që ke një zonë shumë e mençur. A ka ndodhur ndonjëherë të jetë keq interpretuar një fjalë e jotja? Një gjë mua, unë kam një kunat. Se kjo është njerëzore. Kam shumë kunata, po një ndër ato që kam nusën e vllajt që jeton tropoj, ato e kam sa jetën. Po kur them sa jetën, çdo gjë temën personale unë asaj atë. Nuk jam marrin me njëra tjetrës. Dhe kur nuk e kam imagjinuar se ka imagjinuar unë ato sa jo mua. Me nguca në gjë. Nuk keni kështu shpjeguar, sepse mund ndodhi që krajina të ndryshme kanë edhe zakone të ndryshme. Unë për shembull që isha rritur në Tiranë, shkova në Kosovë, isha njëri që çdo njeri që takoja I qesha gjatë gjithë kohës dhe këshilla e parë dhe ose jo këshill, por më shumë ishte vërejtje nga vjera ime, mami burrit se vjerë nuk më pëlqen fare të them, është mos qesh aq shumë. Rri më serioze, sepse nëse do të rrin serioze atje, do të rrin kështu. Domethënë serioze, do të mos flas. Ndërkohë që unë isha gjithandej, domethënë, duke qeshur, duke I pyetur gjithë si janë. U mërzite kur ta tha? Fare, vazhdon të qeshte. Fare, unë nuk ndryshova fare. Dhe e bukur është që në Kosovë kanë zakon, kur hyn dikush në shtëpi, duhet të çohesh dhe duhet të pyesësh të gjithë si je nga familja me imtësi. Të gjë do ta bësh me të gjithë njerëzit që hyn brenda. Një për një, ndërkohë që unë vija dhe thëja, jeni mirë si jeni gjithë mirë, mirë papshëm dhe ulesha aty kaq, ishte, qosha bësha kafe të bëja gjërat. Dhe vira jem të rojgjë vëmendje, jo tha, duhet të çoshkëm, të shkote një për një të se cilit të pyesësh për familjen e tyre dhe pastaj do të pyesësh për kafe. Të thash shiko si bëjnë kunatat e tjera, si përshëndetje. Kjo është gjë e vërtet, sepse edhe unë bashortin e kam nga Kosova, ato sa hynë del një person ngrihen në kam në kohë kur unë këm për mbi këm, dhe se unë vjerën nuk e kam gjetë, sa jam feju ka vdek vjera. Po kunata çfarë të kanë thënë? Sa të bukura janë këto. Më shumë me fjalë bashorti thot. Hiqe kamën që vjen kam për mbi këmbë, edhe sa herë hyn për shembull dhe del një person që mund të shkojë
diku tjetër, kur të hyt duhet gjë që ne për shkak në Shqipëri duket e papërcaktueshme kjo gjë. Gjithsesi u përshtat Janë zakone shumë të bukura që duhen mbajtur se s'bën. Më kujtua dhe mua një detaj, kur kam qenë në nuse në vitet e para të mia, mua virës më ka kritikuar ndonjëherë, jo për t'i bërë qefin, por mama e bashkëshortit tim është një grua shumë e qetë, e qeshur që të duron shumë dashuri, por mbaj me të kur shkoja nuse, që flinim një natë dhe vinim më pas në Tiranë si ishim në punë, unë nga natyra kam qenë pak gjumashe. Do më thënë nuk isha nga ato nuse që të ngrihesha herët në mëngjes, nuk e imagjinoja dot, dhe nëse im shoj që ngrihesh në mëngjes, unë isha akoma në krevat, dhe ishte ai që më kritikonte, po se s'ka lezet tani të ngrihesh kaq vonë, do të ngrihesh më herë se je nusja e shtëpisë. Por asnjëherë vjera apo vjeri apo qoftë kunata, se të më thoshin që pse ngrihesh kaq vonë, jo, madje kunata priste të zgjohesha unë që të pinte kafën e mëngjesit. Po mirë, dhe ti të çohesh edhe bëj komplimenta. Po, burri më ka kritikuar për këtë gjë. Po marrëdhënie si shoqe, mund të krijosh me kunatën? Si shoqe. Dhe pyetja e drejt për drejt që dua t'u bëj është, a do t'i kishit ju shoqe kunata tuaja nëse nuk do t'i kishit kunata? Sigurisht, po. Do t'i kishe shoqe, do t'i kishe zgjedhur t'i kishe shoqe, se shoqe t'i zgjedhim. Sepse janë zonja shumë të zgjuara, edhe që mund të njohin mirë, edhe që mund të t'japin dhe këshilla shumë të mira për jetën, edhe normalisht do i kishe zgjedhur për shoqe. Do i kishe zgjedhur. Nëse kur martohesh dhe don bashortin, ja don dhe familjen, edhe nëse do ndash, po kjo pyetje edhe është edhe nëse ndash nga bashorti, përsëri dashuria që ke pasur për familjen nuk mund të zhduket ashtu. Jam dakord, por në këtë rast ajo është motra e bashkëshortit, është kunata jote dhe ti e do shumë se do bashkëshortin. Nëse nuk do të ishte kjo rrethana, do ta kishe zgjedhur për shoqe? Pra, nëse do prishte kjo marrëdhënie dhe jo, nuk do prishet marrëdhënia. Pra, do ta kishe zgjedhur për shoqe me ato karakteristika që ka kunata jote? E qartë e kuptova pyetjen. Aty më varet. Po. Do e kishe zgjedhur. Të dyja. Do të thuash jo. Jo, e zgjedh njeriu sepse po pse do e kishe zgjedhur për shoqe, për shembull? Po sepse në një farë mënyrë, thash dhe më përpara, unë përveç se jam avokate, jam dhe ndërmjetëse, e kam dhe si mënyrën time, është ndofta dhe e lindur, që çelësi komunikimi, çelësi gjithë një marrëdhënie është komunikimi. Unë jam dhe pak sa ekspresiv, pra unë ta them dhe troç, që si the ti që unë i mbaj, unë s'rri dot, po nuk e thash, por them që më mirë një gjë e thënë troç, pak e idhur, se sa një e thënë mbrapa shpine, apo sidomos nga një personi tre. Tani i pëlqen kunatës tënde ky tipari yti, do të kishte zgjedhur dash ajo për shoqe. Dash po si pëlqej, unë kjo jam. Po, edhe unë jam për të thënë troç, ja thua tësh, po jam dhe di dhe ato aftësitë e mia për t'u pajtuar, për ta rregulluar, për t'i bërë për vete, për ta bërë jo shok, si thua ti, por për ta bërë kunatin vlla, jo shok. Shishi, po mirë, duke parë këtë marrëdhënien që ka motra ose karakteristikat tiparet e motrave dhe të bashkëshortes, do ishin bërë ato shoqe? Shoqe janë, po mund të bëhen shoqe. Pra, nëse nuk do të ishte ti në varet çfarë shoqe ka, shoqe ka dhe do ishin shoqe të ngushta apo shoqe kategorisë 2 si themi. Ashtu do ishin. Mund të ishin kategori 2. Po varet gjithmonë nga mashkulli, varet gjithmonë ai që është ndërmjetësi, sa i aftë është ai për t'i bërë Po në këtë rast nuk do ishte ndërmjetësi, pra. Do ishin ato shoqe apo jo? Nuk e besoj. Sa insistove që t'ja nxjerrë. E kuptova që ai do ishte i vetmi i sinqert në këtë panel për këtë pikë. Ashtu edhe në tjerë. Sa besove shumë. Skaj, do kem kohë ta rregulloj prapë. Po, deri në fund të programit, po, do t'i kishe shoqe, e kuptova, s'kam nevojë të marr përgjigje nga ti. Më varet. Shoqëria është do të kishe shoqe nga kunatat? Nga kunatat, mike do t'i kisha gjitha. Mike, shoqe të ngusht, dy mund t'i kem. Cilën? Nga 8 që jena, shumë jena, 2 do t'i kem, po njënën e kam krejt dashuri. Ta që dua sinqerisht. Ke bërë një pyetje që ato të leta do mendojnë se mund të ishin te kjo dushja. Një pyetje doja. Për shembull, një shoqe si motër apo shoqe? Pra, marrëdhënie motër apo shoqe? Ne jena 4 motra. Po e dua realisht. Po do ta plotësoj pra, unë jam një person drejt për drejt, kur ka kontradikta debate, unë ndalem që qetësohet situata. Ndërsa këtë pyetje që e bane, po ti thua drejt për drejt, njeriu drejt për drejt. Një herë. Jo më herë, do me acaru situatën. Zemër shpirt, lutem qetësohe, ma vonë e flasim, po jemi acaru situatën. Nëse ti më pyes në drejt për drejt nuk acaron, e qartëson situatën. Ajo e thëna mbrapa, më duket sikur nuk i pëlqen një avokate ndërmjetësimi. Ja, du gjajmë një gjë mua. Për të ngatruar. Unë thash që në fillim pra respekti, empatia
dhe komunikimi janë në marrëdhënie. Jo, çdo gjë mund ta thosh me dashamirësi. Me punatën. Ju vlen për çdo raport. Dashamirësi mund t'ia thuash. Punata unë i du shumë. Pse se mos mi pa dash, ne nuk kena jetë gjatësi e komunikimi me njëra tjetër. E dua shumë. Se thua drejt për drejt, cilat ishin ato dy, nuk i veçove. Gati Për shumë ja them me humor. Ja them aty që kam përshënë, ja them, po ja them me humor. Po shpiti unë do ta them, ato që e kam tropoj e kam gjithçka në botë. Atë do ta kishe shoqe të ngushtë. Ato të tropoj. Jo që e kam. Dakor, jo do ta kisha punë, e kam shoqe ato, e kam Po, e ke. Do e kishe në çdo rrethan shoqe të ngushtë. E kam për çdo gjë në jetë. A është e lehtë të pajtohesh kur zihesh me kunatën? Nuk është e lehtë fare. Pse? Mund të ndodh, nuk është e lehtë. Jo, nuk është e lehtë. Që sem natën. Mund të pas në konflikt të vogël, por nuk është aq e lehtë duhet të dish të kërkosh falje, siç the, dhe gjithmonë presin që të kërkosh falje në përgjithësi. Ndoshta dhe mosha se jam më të mëdha. Do të thënë se cila palë pret që të kërkoj falje tjetra. Dhe mendo konflikti shkon akoma dhe më shumë kur dy palët presin nga njëra tjetra. Se kanë problem fare. Prandaj thash më përpara që kunata nuk bëhet motër, pra ti me motrën thua gjithçka. Ndërsa kunata shoqe. Ma ka shoqin ta gjesh falje. Jam tip që dhe nëse mendoj unë që a kanë gabim ato prapë unë kërkoj falje. Sepse jam njëri që nuk e duroj fare konfliktin. Nuk mund të thuaj që nuk është e lehtë që të pajtohesh me kunatën, sepse përfshin dhe palë të tjera. Nuk është e lehtë, sepse edhe nëse do pajtohesh, prapë do mbetet një pasë mbetet diçka. Kunatat e tjera që mbajnë anën e njërës ose të tjetrës. Një gjë mua, po çat keshe ka ta thosh fjalën fal. Unë çdo moment unë kam fjalën fal. Dhe gjithë thonë s'ka shumë se ti me kontrapojane. Unë një debat bëjmë ne këtu, një debat me bëj këtu i them fal zemra. A thu ti dakord. Shnet. Po çam gjet mua, unë kështu them, thonë ne prandaj tërhiqem. Po të tërhiqesh ti punë. Po nuk është aq e lehtë, se po të ishte aq e lehtë, nuk do kishte punë avokatja. Në nëzorën pa punë fare. Dhe gruas po t'i them falë, dhe thotë, si më thon falë. Problemi që thamë që dy kunatat nuk flas dhe me zor, kërkojnë, pra me zor rregullohet marrëdhënia atyre dhe presin falur njëra nga njëra tjetra, largohen dhe dy vëllezërit, po uzon. Largohen gjanat, nëse nuk i thon fal moment. Çfarë po gjë me thon fal? Këto ditë zgjidha një konflikt që kishte 17 vite në gjykat. Dy vëllezër kishin marrë një kredi, për shkak se largohet për emigrim, njëri nga vëllezërit, pranon vllai tjetër që të marri apartamentin, por edhe kredin. Pra merr dhe të mirat dhe të këqijat. Me do 17 vite u prishën marrëdhëniet, sepse kredia nuk u shlye në moment. Ai që ishte jashtë i jepte lekët në mënyrë jo me bank vllait dhe pra u prish marrëdhënia midis tyre. Ke zgjidhur ligjërisht po. Po, jo, zgjidha me ndërmjetësim, pra i ula palët, po thash thërita jo meshkuj, thërita femrat. Po, gratë. Femrat janë o e djegin, o e zgjidhin. Natat e pas kanë zgjidhur situatën. Shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish në bisedë.